Unë nuk do t'i bëj kallëzim penal, se më thanë edhe disa tjerë, por një informacion do t'ja çoj ambasadës amerikane në Tiranë. Se një shqiptar amerikan bëj veprim në Tiranë, kështu është veprim agresiv dhe ne kemi ligj ekstradimin. Nëse unë e kallëzoj atë në SPAK, ai ekstradohet vi këtu, të rri këtu. Nuk dua ta bëj këtë për arsye të frymësisë në kërshi 44 vjeçare. Është kërshi e vllajt tim, s'mundem. Pra keni lidhje kështu miqësi, a? Nuk se vllajt tim e ka shumë teze. Domethënë ai është i palogjikshëm në këtë rast, se ai ne mund të takojmë në një dasëm së bashku. Pse shkoi deri këtu konflikti? Kishit pasur debate njëri me tjetrin më përpara? Debatin e ka nisur ai me fyerje kur unë kam marr në parlament, kam marrë në mandatin në parlament, pastaj ka lavdruar, pastaj ka fyer, jo po është kryeministër Gjuzi, jo po kush është Gjuzi e ne e njohim si mjaf. Unë s'jam as spion sigurimi, as antar i Partisë Punës. As si kam ngacmuar njëri të familjes më herë aty. Megjithëse ndjenin tim është krejt i pa përgjegjshëm për gjithë veprimet e jetës së tij. Unë s'jam këtë kontekst, unë jam gjysha dhe nuk jam bokser, unë jam politikan. A kam qenë unë sportist i boksit në rinin tonë? Pa ta shtej qef kishim ne se shikonim Stiverivesin dhe kështu që. Pra atë mbrojtja e djeshme ishte një farë moment reflektiv i sporteve që unë kam luajtur. A mund ta agravonte më shumë situata nëse s'do kishe pasur ndërhyrje? Nëse nuk do të kishte pasur ndërhyrjen e sekretares se theksoj edhe të grupit të sigurisë brenda hotelit, i cili duhet të merr një siguri më të lartë, se aty shkon kandidati për kryeministër, siç është profesor doktor Sali Berisha, në një konferencë të madhe për sigurinë. Domethënë ato desën të dëmtojnë imazhin e Sali Berishës atje. Për mua, duke më godit mua, ja bën Adriatika Limadhe shteti para disa ditësh. Tani incident mas incidenti çfarë tregon kjo? Tregon agravimin e kryeministrit, se ai di si ka linjën në këtë moment. Të paktën ne kemi një linjë që nëse themi diçka në Tiranë shkon deri në Zyrën Ovale. Shkon deri në Zyrën Ovale, shkon zyrtarisht. Shkon sa deputet të Sorosit do të ketë Parlamenti i Shqipërisë në perceptimin tonë si konservator. Edhe nuk janë pak, janë 110 që marrin mandat të sigurt. Imagjino, ai lufton në gjysmën e botës anti-Soros, ti tifuzësh në Parlament 110 njerëz të Sorosit. Tani këto, a janë majtas, a janë djatës, a janë qendër, kjo është çështje tjetër. A patët bisedë telefonike me ndonjë nga partisë koalicionit të I pare që reflektoi ishte avokat Zef Stjefni, që tha çfarë shqetësimi ka, pastaj mori Adriatika Limadhi, mbrom në orët e vona, mori dhe Agron Duka, tha gjusë çfarë kjo punë, se unë klash në rregull, ishte në rregull. Nuk ka ndodhur asnjë gjë përveç një shtyrje, burrat edhe shtyhen edhe fyen në një moment caktuar, edhe pastaj secili reflekton. Unë nuk kam çfarë të reflektoj, se kam qenë në tavolinë, më ka ardhur në tavolinë, dhe aq më shumë isha i shoqëruar me një zonjushe, me një zonë. S'mund ta bëj, kur ngjente vetëm, po, hajde. Zoti Gjuzi, a është ky një lloj incidenti për shkak të qëndrimit tuaj për t'u afruar me koalicionin e Berishës? Unë mendoj se po, se Rama e di që ne në zgjedhjet e 2021-shit na janë dëmtuar rreth 71.500 vota. Ne kemi thënë dhe një emision tjetër së bashku. Rama e di logaritmin. Nëse Gjuzi shkon në një krah tjetër, është një pjesë që nuk dua të them shumë për krahas, po e gjithë nata e mbrëmshme ka qenë me telefonata nga gjithë bota. Një nip nga Suedia, tha i hyp avionit tani dhe vi nesër në Tiranë, tash po erdhi në Tiranë, nuk flas me gojë. Rri atje në familje me kujdes. Ne kemi prioritet familjen, nuk kemi prioritet drogën, nuk kemi prioritet dhunimin, nuk kemi prioritet gjakimin, se bollim gjakune na vra. Unë thash gjyqi im ka vrarë 3 në krahun tjetër, çfarë duhet të vritemi ne tash? Ne me zëre kemi shujt një sherr në gjak, nezimi tjetër ne tani. Kam qenë vetëm në presionet e gjakimit, i kam thënë, shiko, unë jam djali i vajzës së madhe. Jerë maroni po medaljen që është gjallë, pastaj nëse ju i bini medaljes tim, hajtë flasim bashkë, të shohim se kush është më i fortë. Po nuk duam ta çojmë këtu këtë punë. Prandaj po i thirrëm kryeministin, mos dërgojmë emisar për të dëmtuar opozitën. Në këtë rast, jo mua, se kishin më mua, po ta them edhe një herë. Ato kishin të krijonin incident në Hotel Tirana. Nuk e krijon dot, se unë është manga incident. Është manga. Se nëse do kishte gjak aty pastaj goditje më thet tash. Ne burra jemi. Zoti Gjuzi, si po shkon fushata dhe a keni shpresa që do i fitoni zgjedhjet?
Unë mendoj që koalicioni shkon drejt fitore 71-77 makro, 71 dysheme, 77 makro. Kemi bërë këshillimet tona, thamë, pranë zyrës së presidentit, Donald Trump me zotin Halil Tedi Teodori, publikisht një nga menaxherët më të mirë që është pranë zyrës presidentit amerikan. Ai ka thënë fjalët e tij atje. Nuk janë kod dalje televizive me librin Troja në Lezhë. Nuk është kod ajo. Nuk është. Dikush ndonjëherë fjalët që them unë nuk i merr shumë seriozisht, po kanë dalë. Kam thënë të shkojë Erion Velian Burg. Është në Burg. Kam thënë kujdes Ilir Meta se nëse si jep dorëheqjen shko. Tani po them për Baran Begaj. Kujdes. President është mirë të japësh dorëheqjen, të hapësh rrugën. Ne kemi president. Kemi Sali Berishën, kemi Agron Dukun, kemi Zef Shtjeftin, kemi presidentin sa dush. Prandaj, president ke bërë në but vjedhje me oligarkët, ke firmos, kur ke qenë general, të kam akuzuar zyrtarisht për puç ushtarak, ke marrë presidencën me dokumentacion në postin e generalit, pik. Aty mbaron shteti aty. Pra kjo është një lloj junte. Nuk mund të shkoj dhe këtë ndaloj Sali Berisha, Partia Demokratike ndaloj. Unë jam një nga merë hapeni. E ke direkt thot, shteti të bën 7 forma. Flet kryeministri kështu. Nëse kryeministri flet kështu, tifozët e tij, se ju shihni që zoti Demalia është tifoz i kryeministrit. Plus si tha jam edhe kushëri me zonjën e tij, imagjinohet ti Daja tani. Daja im ka fushkruar, më bëri telefon, tha lutem tha mos me se janë është mbes atje nusja e kryeministrit me këtë do gjakoset. Nëse është kaq i fortë atëherë, okay. Hajde ta shohim. E duhet kujdes në të rast letiri, të hapi rrugën për veten e vet, presidenca, për Agron Dukun presidenta, Sali Berisha presidenta, kryeministrin këtu do ta vendosin amerikan, pik. Po than ato ky është, ka marrë punë. Nuk jam unë, se jam përfolur, por nuk jam unë. Se ka bërë një shaka tani njeriu i sarkazmës, profesor doktori i shkencave, ka dhënë një pikturë atje kryeministri Putin Gjuzi dhe Edi Rama vetë durët në kokë. Kjo është për të dhënë leksion Edi Ramës, për të thënë kujdes. Kujdes. Ju tjerë, si që e ka kryetari i Partisë Konservatore që e ka kot, deputet. Ku kot? Ç'është kjo? Po këtu jemi në një konflikt që unë e ndaloj. E kam ndaluar mbrëm me 2 deklarata shtypit një pas njëshme. Kush nip bën ose godet Ilir Demalin në rrugëve për të marrë hak të unë, ai hyn hak me mua. Jo, nuk kemi goditje. Do ta ndaloj. Ai nëse mund të ketë në efektet e drogës, në efektet e pijeve alkolike. Dikush e ka nxit, dikush mund t'i ketë dhënë para. Hajde gjeje këtë se. Në shërbim sekret mund ta ketë të hershëm nga babai i tij. Po ne e dim, babai i tij është akuzuar si agent i ODB-s. E ka akuzuar diktatura. Unë nuk them se është e vërtetë apo jo, se s'kam dokument. Diktatura, kështu e ka akuzuar atë kohë. I bën shërbim ODB-s.